Ta zbresësh poezinë nga katedra akademike. Studentët e artit skenik punojnë me gjininë e poezisë lënë në programin mësimor të fjalës artistike. Megjithatë, për një njeri që aspiron punën krijuese në teatr, kontakti dhe bisedat me njerëz të kulturës vetëm i dobishëm është. Prandaj studentët kërkuan një dialog me poeten malazeze Tanja Bakić, që ndodhet në rezidencën e shkrimtarit në Tiranë. Merremi kryesisht me analizën dhe shtjellimin e poezisë, pastaj në fazën e dytë me interpretimin e saj. Edhe njëkohësisht është një proces shumë i lezetshëm krijues mbi krijimtarinë e poetit në këtë rast. Ishte shumë e vlefshme për mua, jo në material të poezisë, po në material të asaj si mund ta kthesh poezinë në frym tjetër, art kontemporan, ishte kjo që pam sot. Ne mund ta edukojmë publikun shqiptar me art kontemporan duke filluar që këtu, që në bangat e shkollës. Dhe kështu ndoshta minimumi do të bëhen lexues mirë, ose ndryshe me një kualitet tjetër, spektator të mirë, njohës gjykues më të mirë, edhe qytetar më të mirë, kur e njeh më nga afër dhe je i hapur dhe kur bën pyetje, dhe unë e adhuroj këtë brez, se bën pyetjet ishe vetë prezent. Bën pyetjet ashtu si ka të pa manipuluara. Çfarë ndodh gjatë procesit krijues, pesha që marrin fjalët në një tekst, ritmi që krijojnë dhe energjia që përcjellin tek lexuesi? Bëhen pjesëmarrës në këtë udhëtim trupi dhe jeta emocionale e autorit? Pyesin studentët pasi janë njohur me disa tekste në shqip të Tanja Bakić. Tek ne më shumë përcolli energji dhe informacion intuitiv se sa informacion kështu të përgjithshëm. Ishte më shumë ndjesi kontakti me Tanjën. Pyetjet aq kurioze dhe studentët ishin të uritur për informacion për art kontemporan. Edhe kjo është arritje për mendimin tim, sepse një vepër artistike kur hyn tek ti dhe rish përfaqet del një vepër krejtësisht tjetër artistike që mundet mos e ngjaj as pak asaj nga e cila je frymzuar. Dhe ky është një laborator të cilin studenti nuk ka pse merr gjithmonë formë akademike. Pra kjo është rruga. Puna me tekstin që qëndron në themel të metodës së mjeshtrisë së aktorit në Akademinë tonë të Arteve, në të vërtetë e ka të domosdoshme, siç thot aktoria dhe pedagogja e gjuhës së trupit në Fakultetin e Artit Skenik Ema Andrea, të hyjnë në një dialog me ata që i krijojnë këto tekste. E duhet mësojmë ne të bëjmë dialog, me thënë drejtën, edhe si shqiptar, edhe si qytetar, e pse mos me fillu nga brezi i ri. Ky është fillimi i konferencave të lira në auditoret e artit skenik me krijues dhe intelektual.